Gjatë stinës së dimrit apo kur ka rreshje shirash, kanali i vaditës i fshatit Peladhi në Bulqiz është problem shqetësues për banorët që jetojnë poshtë pasi uji u përmbyt banesat, por e kundërta ndodh gjatë stinës së verës. Kanali i vaditës tahet dhe nuk i shërben qindra hektar toke buqësore për vaditje. Shkak për këtë, sipas banorëve, bëhet mungesa e mirëmbajtjes apo pastrimit të tij. Hasan Gjura shprehet se prej shumë vitesh është e vetmja kërkesë që i drejtohet pushtetit vendor, por ky i fundit deri në këtë vit nuk e ka zgjidhur si problematik. Gjura shton se ky kanal vaditës duhet të funksionojë për qindra hektar tokë që mbulon me vaditje. Bllokimi i pusetave ka bërë që të mos funksionojë prej të paktën 30 vjetësh. S'ka fillu fare. Kjo problem çdo vit. Nuk mund të them se sa vite, sa gjithmonë. Përpara kishte e pastrote shteti, apo tash s'e pastroj gjë këtu. Vit të tjera kanë ardhur me eskavator, kam punu një ditë revene, sa me thonë se punu, me kanë hik. Problemi që blokohet është se prej poshtë janë bloku pusetat kompleta nej, edhe në bari e gurët e gjithë e mbushin kanalin. Kryeplaku ka shku, një peticion me shkresja kanë qu bashkisë prefekturës, edhe për këta edhe ujtë e pishëm, edhe s'kanë gjithë asë zgjidhje. Ki kanal vadit deri afër Godvis. Banorët e Peladhis kërkojnë që këtë vit të bëhet siç duhet pastrimi i kanalit vaditës dhe të mos mbeten edhe këtë vit pa vaditur tokat buqësore.